Dy ekipet shqiptare të futbollit të vajzave, kampionja Vllaznis dhe Apollonia, kanë mosuar kundërshtarët e tyre në UEFA Women's Champions League, pas shortit të hedhur në selin e UEFA-s në Nyon të Zvicrës. Kampionja e Shqipërisë Vllaznia do të marrë pjesë në mini turneun 6 të raundit të dytë të kompeticionit. Skuadra shkodrane do të përballet në gjysmë finale me fituesen e mini turneut 5 të raundit të parë, ku bëjnë pjesë ekipi i Florës në Estoni, Spartak Majava e Slovakisë, Magyar United e Maltës. Në ndeshjen tjetër gjysmë finale të mini turneut të 6, Apollon Ladies e Çipros do të luajnë ndaj skuadrës fituese të mini turneut të 4, ku marrin pjesë ekipi polak, irlandez dhe gjeorgjez, si dhe Skopja e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë Apollonia do të jetë pjesë e mini turneut të dytë dhe në gjysmë finale do të përballet me skuadrën suedeze Hammarby, një nga ekipet më të njohura të futbollit të vajzave në Europë. Ndeshjet gjysmë finale të mini turneve janë planifikuar të zhvillohen me 5 gusht, ndërsa finalet në 8 gusht. Skuadrat fituese të secilit turne do të sigurojnë kualifikimin për fazën e ardhshme të UEFA Women's Champions League. Pjesëmarrja e Vllaznisë dhe Apollonisë në kompeticionin më prestigjioz evropian për klubet futbollit të vajzave përfaqëson një tjetër hap të rëndësishëm të futbollit shqiptar, duke konfirmuar progresin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të këtij sektori vitet e fundit.